Sot kanë filluar punimet për rindërtimin e kishës së Shënmërisë në Golem me kontribut financiar të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Kisha e Shënmërisë, sipas të dhënave historike, është ndërtuar në vitin 1800 dhe ka funksionuar deri në vitin 1967, kur u shemb nga themelet nga sistemi komunist dhe vendi i saj u kthye në kazermë ushtrie. Përveç besimtarëve, në këtë ceremoni morën pjesë edhe përfaqësues të klerit ortodoks, metropoliti i Beratit, Vlorës, Kaninës dhe gjithë myzeqes, Hirësia e tij Asti dhe kryetarja e Bashkisë Lushnjë, Eriselda Sefa. Meshën e drejtoi Hirësia e tij Asti, metropoliti i Beratit, Vlorës, Kaninës dhe myzeqes. Kjo është kënaqësia jonë që ne risjellim përsëri këtë kishë me përmasa pak më të mëdha, por që është në memorien e qytetit dhe gjithë besimtarëve të zonës dhe pikërisht që të mblidhemi të lavdërojmë Perëndin tonë, gjithë së bashku. Falenderojmë zonjën kryetare që ka bërë të mundur dhënien e leve bashkë me stafin e vet dhe i gëzojmë kësaj dite dhe që të vazhdojmë ta kryejmë dhe ta përfundojmë këtë vepër. Kryetarja Sefa është shprehur se institucioni që ajo drejton i kushton një vëmendje të veçantë ndërtimit dhe rindërtimit të objekteve të kultit në Lushnjë. Ishte shumë kënaqësi që mora pjesë në këtë ceremoni për vendosjen e gurit të parë të themelit të kishës së Shënmërisë, një kishë e cila prej shumë vite i kërkohej nga komuniteti lushnjar, duke qenë se e kishin dhe si një vend shumë të shenjtë. Dhe shpresoj që punimet do të shkojnë mbar. Ishte shumë kënaqësi që institucioni i bashkisë kontriboi me gjithë dokumentacionet e nevojshme dhe deri në pajisjen me leje ndërtimi dhe patjetër që do të jetë institucioni që do të vazhdojë të mbështesi jo vetëm këtë komunitet, por gjithë komunitetet e tjera që janë në Lushnjë. Ta gëzojnë komuniteti ortodoks dhe kishën e Shënmërisë. Kisha e Shënmërisë në Golem është ndërtim i stilit modern, por që ka ruajtur edhe vlerat autentike të dikurshme. Kisha është rreth një 244 metra katror e gjitha, e projektuar me stilin e ri të arkitekturës. Është një godin e thjeshtë, por edhe e bukur. Në të ardhmen kjo do të zgjerohet me ambiente të tjera, të cilat do ta bëjnë më të atraktive këtë. Ishte obligim nga ana ime që të kontriboja si ortodoks, edhe ku këtu janë prerë gjyshit, prindrit e mi. Prifti i kishës, At Josifi, falenderon hirësinë e tij, si dhe autoritetet vendase dhe kontribuesit që mundësuan rindërtimin e kësaj kishe mbi 200 vjeçare. Në radhë të parë falenderojmë hirësinë Asin që ka ardhur prej Beratit, kryetarin e bashkisë, sidomos inxhinierin që është marrë me projektimin e kësaj kishe, Benjamin Tushen, edhe shok edhe miq të tjerë dhe besimtarë lushnjar, Pluks dhe Golemas, do të gjejnë dhe këta një stret të bukur fort këto, për me bërë lutjet. Jetëshme si burim jetë dhëna.